Ky është 20 vjeçari shqiptar që u vran në Itali pas një sheri në një klub nate. Mediat italiane kanë zbardhur të tjera detaje nga vrasja e 25 vjeçarit shqiptar Kevin Muharremi, i cili u qellua me armë zjarri teksa ndodhej në makinë në Monte Calvoni di Santa Maria Monte në provincën e Pizës. Ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit në Via della Repubblica në qendër të qytetit. Sipas hetimeve fillestare, 25 vjeçari po kthehej në shtëpi nga një natë në një klub nate në Valdera ku pati një grindje. Ai ishte me një mik dhe një kushuri kur në makinë 25 vjeçari ndodhej në sediljen e pasagjerit kur u qellua me armë zjarri nga një tjetër automjet. Sipas mediave italiane, krimi duket se është shkaktuar nga një sherr që kishte pasur i riu në bar. Po ashtu nuk përjashtohet mundësia që personi që e qelloi 25 vjeçarin njiheshin me njëri tjetrin. I riu shqiptar punonte në një lavazh makinash në Fukecio. Të shtënat dhe britmat banorët dëgjuan të paktën 3 të shtëna me armë zjarri dhe më pas britmën. Ata vran Kevinin. Incidenti ndodhi përpara një bari dhe selisa afër të Misericordia di Monte Calvoli.